E qartë, ndoshta Rama po edh piketat e një politike të re ku është përsëri vetë shtylla apo lideri kryesor i kësaj politike të re dhe përmendi partitë e reja që për herë të parë përveç Agron Shejait do të jenë në parlament, duke përjashtuar dhe duke mos përmendur natyrisht opozitën, por duke përjashtuar edhe përfaqësuesit politik të tillë. Bëri një falenderim në fillim, falenderoj çdo zgjedhës, çdo mbështetës e tjerë, por nuk tha asnjë fjali dedikuar deputetëve të cilët garuan, drejtuesve politik të qarqeve, ministrave të tij. Si e sheh këtë? Në fakt, ndoshta do të ketë rast partijak për ta bërë këtë gjë. Qëllimisht e ka shmangur në këndvështrimin tim. Sepse midis falenderimit ose fjalimit falenderues të ditës së sotme dhe fjalimit politik të fitores në mandatin e tretë, dhe duhet të risjellim në kujtesë atë çka nga e njëjti sheshi Skënderbej u drejtoi shqiptarëve, kur në mandatin e tretë kur tha unë tashmë shikoj majën ku do të arrijmë, ku destinacionin ku do të mbrijmë. Sot e thot në një mënyrë tjetër, natyrisht duke e spostuar atë që quhet perimetri gjeografik i destinacionit politik të tij, që është Evropa. Dhe në këndvështrimin tim, edhe me këtë fjalim falenderues, ka dashur që të rikthej në imazhin dhe perceptimin publik pikërisht ambicien e tij për të shkaktuar një momentum të ri historik për shqiptarët në raport me Bashkimin Evropian, ose thënë ndryshe me atë që mund të konsiderohet deviza e zanafillës së demokracisë shqiptare, kur mishëroi më së miri në thënien e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Në fakt jo pa qëllim e bën këtë gjë, e përdor këtë referencë politike edhe me një kuptimësi të re, mendoj unë, që ka të bëjë më së shumti me rritjen e vizionarizmit tek njerëzit sipas tij dhe në kërkesë të këtij perceptimi, të asaj zotësie diplomatike që mishëron në atë profil vetjak si politikan për ta përshpejtuar procesin e parafrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Por kjo, mendoj unë, do ta pasoj me një fjalim tjetër partijak që do ta shohim, besoj, pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, zyrtarisht, dhe në momentin kur ai do të ketë nevojën për një lëvdim brenda partijak, apo e thënë ndryshe, për një analizë që nuk është në sensin kritik, por në sensin lëvdonjës brenda familjes së vet politike.